Tërmet Peçi, zotëri, është tërmeti i bandave të 97-ës. Tërmeti që merte dhe kukullat e kalamajve nga çantat e emigrantëve që hynin në Kakavije. Tërmet Peçi ka qenë i plot fuqishëm Kakavi me Maliaj. I di Tërmet Peçi se çka bërë. Dhe kërkon tani që të siguroj kokën duke qenë deputet. Nuk do bëhet kjo punë, keq më vjen, nuk do të realizohet, dhe e këshilloj këtej nga ju që të gjej një vend etiki. Tani që s'është as kryetar bashkie. Të thash pra, tani do ta lënë të tërë, do ta shohë ai. Ata që deri dje i lëpieshin atje në përzyra, atje tani do ta shohë kë ka mik edhe armik. Tani do ta shohë sa respekt kanë për të. Që do mbetet qytetari thjesht, që mbeti qytetari thjesht. Se harroj se mund të bëhet më as kryetar bashkisë, bëhet më deputet jo se jo, dhe e pret prokuroria për veprimtarinë që ka kryer deri më sot, se ka shumë gjëra për të lartë. Avokat, megjithatë lista po formsohet, derisa të jepet lajmi që tha që nuk do ketë zgjidhje. Sonde Rama, çfarë mendoni që kjo do heq tjetër nga xhaketat e vjetra? Apo çfarë riskime mund të bëj? Po ai tani ka thënë që edhe vetë nuk do kandidoj me shumë gjasa. Atë tha me stil, tha ato që ka mundësi, tha, që mund të mos kandidoj, tha. Se e di dhe emër e di, zoti gazetar, që të gjithë e dinë se ç'do ndodhur, që të gjithë, po tallen me simpatizantët e tyre dhe me patronazistët e tyre, tallen i përdorin, dhe tani akoma i përdorin. Nuk kanë burrëri të thonë që stop, kjo punë ka mbaruar. S'bën zgjedhje. Tani zgjedhje nuk do bëhet, ka mbaruar ajo punë, dhe ai bën lista kot më kot, fut emra që pas sa emra aty o zot që si kemi para asnjëherë, mos asnjëherë. Ore nuk i një njeri, ja merr e lexoj listën, ja 60 veta që ishin të rinj aty. Një fje ndonjë, je gazetar me eksperiencë. Po ndoshta ai po përgatit elitën e re, gjakuri, siç thash më parë. Po nga do vi ky gjakuri më vëlla, do i marrësh nga rruga? Do ketë çfarë aktiviteti? Rilindja e dytë. Po nga krau tjetër kemi Kujtim Gjuzi, Jeni Sheri, kemi dhande. Ai krau tjetër është një sport karakter. Kesh kelur këtë ligj, shko përgjigju. Mbeten vetëm në kuadrin e llafeve, në atë që të thash, që është e pa kontestueshme që këta janë mjesa në propagandë. Gënjejnë më tërë ditën gënjejnë. Nuk e kanë përgjithë gënjejnë. Avokati, ka rënë fuqia SPAK-ut mendoni mas ndryshimeve në Amerikë apo është forcuar? Këtë e thonë, e dyse e thonë këtë, e thonë se nuk din çfarë emër t'i vënë, nuk din nga t'ja mbajnë, nuk din si ta luftojnë, dhe thonë ka rënë fuqia SPAK-ut. SPAK-u rrodh dhe mbretëror dhe SPAK-u nuk e komandon shteti shqiptar, as BKH-n. I komandon Amerika, SPAK-un dhe Byron Kombëtare të Jetimeve. Kështu që kot lodhen edhe prapë gënjejnë. Ore, i dija që janë gënjeshtar, po jo të arrini deri këtu. Sa të gënjejnë në emër të Amerikës. Në emër të Amerikës tani ne presim shtyrjen e zgjedhjeve, sigurisht, edhe mbështetjen nga SPAK-u. Ka në gjë tjetër që presim nga andej? Jo shtyrjen e zgjedhjeve, mos bërjen e zgjedhjeve, anullimin e zgjedhjeve, nuk do bëhen. Nuk do po do shtyhen në moment dytë, besoj. Jo. Do bëhet qeveri teknike, do ndryshojë sistemi politik, do bëhet ndryshime shumë të mëdha. Me Ramën president? Me një president. Edhe ai presidenti që kanë sot ai kukulla, ai hajduti që ka vjetur pronat ushtarake e ushtrisë në Bregdete, i ka shitur kujti dhe qefi, dhe ai do vjen në burg. Është hajdut ai. Bariam Sheka ai, Bega. Ka vjetur ai. Te tani s'kemi parë gjë. Do t'i shohëm, mos keni merak. Është hartuar lista me gjitha ato hajdutllëqe që ka bërë dhe pronat që ka shitur në pronat ushtarake që i ka shitur ai. Avokat, tek lista shtetet e huaja kanë fuqi që të fusin emrat e tyre? Po të marrim shembull, nuk e di, fqinjet që mund të fusin ndonjë emër të tyre në listë për deputet? Ata i kanë gjithë të deputetëve, i kanë të tyre, sa një emër thotë, jo më jo i kanë agent të tyre, qoftë Beogradi, qoftë Athinës,
qoftë të Francës, qoftë drejtë me të birin, ato janë dy parti politike që janë parti të krijuara nga agjenturat e huaja. Duke filluar që në 41-shin nga Dušan Mugosha e Miladin Popovici, edhe sot e kësaj dite. Nuk ka ndonjë gjë të re aty, prandaj themi që nuk do bëhen zgjedhje. Avokati që të fundit kanë për ta mbyllur. Tani për politikanët e morën vesh që do ketë arrestime, po kush do ta ndjek veliën e së pari dhe së dyti? Vetëm fushë politikës arrestime, se s'po shohim në aspekte tjera. Në fusha tjera përveç politikës? Nuk të dëgjoj. Arrestime në fushat të tjera përveç politikës do kemi? Me stade, dal nga dal. Do bëhen të tëra, do merren pronat, do merren parat që kanë këtu, do nxjerrin parat kudo ku i kanë, 1 për 1. Pra përveç politikanëve kanë fjalën. Po politikanët, janë oligarkët, po kemi punë dhe me oligarkët, se do vërtetojnë pasurinë nga e kanë marrë, si i kanë vënë që nga nuk do veprojë si që tha Berlusconi, që tha mos më kërkoni llogari për milionin e parë, tha se tëra di unë. Jo, këtyre do kërkohet në qindark ku i gjeten parat. Në qindark. Pra deri në qershor na presin zhvillime të vrrullshme. Edhe një ma përsërit pyetjen? Deri në qershor na presin zhvillime të vrrullshme, them. Patjetër që kemi ndryshime të mëdha. Patjetër. Avokat, faleminderit shumë.